Altin Doci. Pra qartazi me dëshmin e Henrik Hoxhaj. Po thua për dy ngjarjet e Durrësit. Për dy ngjarjet e Durrësit, patjetër. Flasim për zanafillën e historisë. Se përmendet Elbasanin edhe ndaj Prokuroria e Elbasanit sepse u arrestuan për llogaritë prokurorisë Elbasanit. Në kuadër të 3 vrasjeve të tjera, pra Nureddin Dumani aso kohë kishte edhe akuzën e vrasjes së Emilan Ramazanit, Registrunaj dhe vllajt të Taloçelës. Dumani dha prova të arsyeshme që bindën organin e akuzës për të shkuar tek emri Altin Docit? Fillimisht, dëshmin si bashkëpunëtor drejtësie ka dhënë Henrik Hoxhaj. Ai ka folur në prokurorinë e Elbasanit. Edhe për Altinin ka folur? Po, ka folur dhe ka treguar që Altin Doci nuk ka asnjë lidhje me vrasjet e Durrësit, por ka rrëfyer autorët e vërtet që ishte Henrik Hoxhaj, Nureddin Dumani dhe në ngjarjen e vrasjes Dorian Shkozës dhe Angela Avdis ishte Elio Bitri. Pra, rrëfimi i Henrik Hoxhaj i hodhi dritë ngjarjes së vërtet dhe hodhi dritë te pafajësia e Altin Docit, por kjo me të drejtë, duhet edhe të konfirmohe nga prokuroria, dhe u konfirmua në shtator të vitit 2022, kur erdhi përgjigja e ADN-s Henrik Hoxhaj. Që nuk rezultoi të kishte implikime Altin Docit, por, më duhet të theksoj, që pavarësisht se prokuroria ka indicia dhe Altini i ka të gjitha provat që provoj që prokuroria e ka ditur pafajësinë e Altinit që në dhjetor të 2020-s, megjithatë, mund ta marrim të mirëqen që është provuar për të çdo dyshimit të arsyeshëm me ADN-n e Henrik Hoxhaj në shtator të 2022-shit, dhe megjithatë, edhe pas këtij momenti, prokuroria nuk reflektoi në asnjë moment dhe të merrte të gjitha masat për të zhbërë, po themi, padrejtësinë që ishte bërë Altin Docit, por e zgjati procesin deri në prill të 2024-s. Dhe kjo artific ishte pikërisht për të mos vënë në dukje një dështim të qartë të mënyrës se si ishte hetuar, pra praktikisht u konfirmua që ishte bërë kostum i ri me stofë të vjetër. Pra ishte e njëjta mënyrë të punuar, madje shpeshherë ne vlerësojmë edhe më të keqe se ajo që ishte punuar më herët në krimet e rënda. Po insistoj me avokaten për të krijuar një pamje më të qartë të gjithë ngjarjes, që të flasim për shikuesit në mënyrë korrekte, pa dashur të bëjmë gjykatësin apo prokurorin e në studio, por më intereson. Domethënë, u mbajt Altin Doci 4 vjet për vrasjet e Durrësit. Për një vrasje të pabërë, në mënyrë të pa argumentuar nga ana e organit të akuzës, dhe pas 4 vjetësh u gjet një artific, thoni ju, që e mbajtën në burg prap padrejtësisht? Po, patjetër, sepse ndërkohë që Henrik Hoxhaj rrëfeu faktin, pra në prill ka qenë deklarata e parë, sepse në 29 mars ka qenë arrestimi të 2022-shit, dhe kjo shfaqësonte tërësisht Altin Docin. Nureddin Dumani nuk bëri kështu, ai nuk u bë bashkëpunëtor drejtësie në prokurorinë e Elbasanit. Ai është bërë bashkëpunëtor drejtësie pasi ka ardhur, pra si dosja është transferuar pranë prokurorisë posaçme, dhe aty për Nureddin Dumani pati një terren më të përshtatshëm për të bërë bashkëpunëtor drejtësie, dhe çuditërisht pasi u shfaqësua tërësisht edhe prej tij, pra u